Një 84 vjeçar është gjetur i pajet në banesën e tij në lagjen 12 të qytetit. Sipas informacioneve paraprake, kanë qenë fqinjet ata që kanë njoftuar policinë pasi për disa orësh nuk kishin marrë asnjë përgjigje nga i moshuari. Në vendngjarje kanë mbritur shërbimet e policisë dhe zgjarfikësja e cila ka bërë hapjen e derës së banesës. Brenda saj i moshuari është gjetur pa shenja jete, mësohet se ai jetonte i vetëm. Po, i pamartuar, askush, vetë. Po, këta nuk e dim, mosha bën të vetën. 5 ditë, nuk e di. Kur e në këtu unë, shikoj policinë, mallazindë. Qa ka ndodhur? Ka vdekur taqe. Edhe vjetë, e nete një kushërira në telefon, edhe nuk u përgjigjise, edhe zjarfikësa ipi që ka balkoni. Bëjmëron të vikse në eri nga ipi nga balkoni me shkalla. Gjallë e gjetën, po pëse s'me gjigjesh, po përtoj, jam i smorë. Nga verifikimet e para nuk ka shenja dhune, ndërsa dyshohet se vdekja ka ardhur për shkaqe natyrale. Trupi i pajet është dërguar në ekspertizën mjekëligjore për të përcaktuar shkakun e saktë të vdekjes. Ky nuk është rasti i parë në qytetin e Korçës ku persona të moshuar që jetojnë të vetëm humbin jetën në banesën e tyre duke rikthyer në vëmendje problematikën e vetmisë dhe kujdesit social për këtë kategori.